Ja orë fort që e keni ju femnat edhe se keni ditë. Normalisht të sene që thamon, ju duhet me një gju nga një feministe, jo nga një moshkull. Se feministet nuk duhet me dalë vetëm ju të regu si mu vesh ju, një të lira motra vishni si dënë. Po këtë love që thamon, normalisht duhet me thamë feministet. Atëherë, një orë fort që keni ju femnat, që është më të vërtet që i ban moshkullit zbërë, gjëllë e gjaje që dënë. Të shi, një moshkull që ka horizont mjet, një moshkull që vunë, do të thënë që ka stres e mjet, ka josh stres, ka shumë stres, ka qëllime mjet. Ne po flasim për këtë moshkull që është i saktë, do të thënë që do të arrit sa e mjet. Tash ky moshkulli ka nevojë për një pikë qetësie dikon. Që jashta ka stres ky. Ky është umunu mjet. Ky ka stres. Tash ky ka nevojë për një qetësi, dikon ka nevojë për një qetësi shpirtërore. Tashi, si e merr këtë qetësinë, ku e merr këtë energjinë? Energjia e moshkullit është kur vjen në shtëpi, edhe rrin me divanin atje, batlaf, po flasim gjithmonë për këtë moshkull që ka vizion në jetë, ha? Mos harroni. Se ky që s'ka vizion, këta futni me lajën ju. Ti kërkoni llogari lajën e laj shtëpinë, themi laj edhe rrobat. Ky që s'ka vizion, ky që do rrogën kafeneve. Po ky që ka vizion, ka tjetër gjë, ju dërgoj një sekret këtu që bën ndryshimin më të madh. Edhe ju dërgoj sikur keni armë më të fortë ju. Tash ky moshkulli kur vjen edhe ulet në shtëpi, kur vjen mas një ditë shumë stresuese vjen në shtëpi, tash ky moshkulli për më urrit testosteroni, domethënë, për më urrit testosteroni, për më marr atë energjinë, ky ka nevojë për qetësi. Vjen edhe ulet në divat. Edhe në momentin që është në divat i shtrim me dur kështu. Në ato momente që tu mush me batari për të nesmen. Është menu për të nesmen. Është të përgatit me menjë e ti, është të organizu të nesmen, se ku mja fillu që mëgjes. Të shi këti moshkull mos ja qani bythën këtë. Këti moshkull që ka vizion që të menu për nesmen mos ja qani bythën këtë. Të shi, nëse dëni diçka nga ki moshkulli, do të përdoni armen më të fort që keni ju femnat, butësin, të shkoni ta përqafoni, të përdorni armën më të fortë që keni butësia, moshkulli tërhiqet nga e buta. Moshkulli nuk do një grup shtëpi, po flasim këtë moshkull, nuk do një grup shtëpi që ti thoje çubakta me ton të nalt, se moshkulli i jep me kuptues se është martu me burr. Jo me femën. Moshkulli nuk do një burr tjetër në shtëpi mi dhan komanda se ajo bëj shtek. Zhëllë i senit, do me të rregulluat pasqyrën që të ka rëmë tokë, do të shkosh ti të rregullohesh, ka problem lavatri që ta kontrolloje, edhe pse ka pas ditën e stresume. Nëse shkon me një përqafim, me një llaf të bukur tamël, butësie, të betohet, këta keni garën për i me, edhe fakt edhe përvojnë e vetë. Nuk ka rëndësi se sa është lodh moshkulli, do të qëtë në kom direkt, tak për ju. E biles, po që se gjithë shka fillon me butësi, edhe pse është lodh jashtë. Do të thënë ai procesi për mu mushë bateri do jetë shumë më i shkurtër dhe do të thotë të bëjë një sallatë edhe me ty, do gatuaj diçka të bukur edhe me ty, e do marr ta shtrojë avarinën bashkë të dy. Do të thënë do formohet diçka kështu, moshkulli ka nevojë për butësi. Prandaj në meshkujt janë tërhiqen te butësia të femrat, të format e femrës, edhe femrat tërhiqen ke muskujt e moshkujt. Të forca që ka moshkulli, ka qif me pas moshkull forcë. Unë s'kam qif gruaja jeme për shembull me pas muskuj. Unë do pas qef jetë e butë, e brisht. Surko ije. Prandaj, moshkulli që është moshkull, silleni me butësi. Moshkulli nuk do me përjetu ndjesinë sikur është martu me burr. Kupton? Flasim me këtë moshkull që ka vizion, nuk po flasim për tonë. Mos e harroni sa, ëh. Okej? Me butësi, arma ma forte juja është butësia, me këtë se një bani zbërë moshkullit, i thuj moshkullit, shko nena, shko këtena, halit tena, po me butësi, edhe moshkullit njëhet se po e banë për grunë e vetë, njëhet mirë se po e banë për dashurën e vetë, për fiumen e vetë, njëhet mirë. Edhe kësho, pak ma të zjuta me qanë, mësi gjeni feministit që i thujnë si lukeqë, si luashme, lajen burri. Të që ki burri këtu, që të rritë që atu stresu, jetë marrë me të lajen ty, zot në arruj. O, zot në arruj. Feministit janë t'ju shpërlat trut e shkretat ju si ngjelet në gjuhë ato budalica që dolin, që kanë marrë një hapësirë televizive e dolin dhe javin men. Budalica. Du një ditë. Unë e di se më shofin ato, e di si shofin në video mia. Ato tash janë të pyet ChatGPT-n si me më ndalu mu.
Se s'munen me më thanë mu, me më ftu mu, që kanë me më ftu mu për para? Unë i flasë me fakte, ato flasë me imaginata. Kupton, s'mfto kush mu këtu. Feministe nuk ka feministe që më fton mu për para. Kupton se e fus direkt me bë direkt me gjizë në kuzhinë.